24 orët e fundit kanë qenë sfiduese për policinë dhe prokurorinë e Gjirokastrës për të gjetur një përgjigje se kush fshihet pas vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Saki, pak pas mesnatës së të premtes në zonën e Salaris në Tepelen. Për të rindërtuar skenën e krimit dhe për të sqaruar pikpyetjet e shumta, u mor deklarimi i 4 dëshmitarëve okular në vendngjarje. Ortaku në biznes i 44 vjeçarit Eqrem Braçi dhe 2 djemtë e tij dhe Armir Hitoveizi, i gjendur rastësisht në zonën e krimit, dhanë dëshmitë e tyre të hollësishme, ku rezultoi të kishin përputhshmëri me njëra tjetrën. Sipas 4 personave, mjetet me të cilët po lëviznin drejt Nivicës u ndaluan nga një breshëri të shtënash dhe pak më vonë pati sërish të shtëna drejt 44 vjeçarit Edoardo Saki, i cili ishte në drejtim të njërës prej makinave duke e lënë të vdekur. Të shtënat vinin nga një njeri i panjohur që qëndronte në këmbë përpara makinave. Të dhënat e vetme që grupi hetimor ka në lidhje me vrasjen e biznesmenit italian janë deklarimet që janë marrë dëshmitarëve okular në vendin e ngjarjes. Por këto nuk plotësohen me të dhënat të tjera, pasi në zonë nuk ka kamera sigurie, si dhe nga verifikimet që grupi hetimor ka bërë në teren nuk është gjetur asnjë gëzhoj. Pavarësisht provave të vogla materiale, grupi hetimor po e zgjeron hetimin në lidhje me konfliktet e mundshme të biznesmenit italian. Po ashtu po ndiqet imtësisht itinerari i tij 24 orët e fundit mbi lëvizjet dhe kontaktet që ai ka patur për të zbuluar se kush ishte në dieni të vendodhjes së tij. Dyshimet janë se vrasësi apo bashkëpunëtorët në krim janë pjesë e rrethit të biznesmenit.